Por Allahu ja shpjegoi mjaft mirë këtyre shkencëtarëve të dyshimt që nuk u thelluan sa duhet në studimin e Kuranit dhe shkencës, e tha wa ma 'allamnahu shirra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dhikrun wa Qur'anun mubin. Ky Kur'an nuk është poezi, as nuk është diçka e thjeshtë ose ndonjë prozë ose ndonjë shkrim sintaksor i shkruar nga dora e njeriu, por tha Kur'anun mubin, fjala e Allahut e qartë. Pra, këtë gjë më së miri e shpjegoi krijuesi me fjalën e tij që është Kurani, edhe etapën e krijimit të njeriu nga gjaku i ngjizur. Dhe pastaj vazhdon prap apeli për lexim, thirrja për ndryshim, thirrja për evoluim, thirrja për ndriçim, është thirrje hyjnore, është mesazh madhor, ku thot Allahu i Madhëshëm në ajetin e 3 me radhë thot Ikra wa rabbukal akram, thot lexo se Zoti yt është më bujari. Pra bujaria e Zotit është shumë e madhe. Pra kjo bujari dhe kjo është inna akramakum indallahi atqakum, por kjo bujari u ofrohet atyre që janë atqakum, që janë të devotshëm. La hawla la quwwata illa billah. Pra kjo dhurat u jepet të devotshmeve dhe të devotshmeve. Pra atyre që janë të devotshëm, të përkushtuar, pra që kanë qëllim kënaqësinë e të madhit Allah, që japin sadak pa dora durën, që japin për të mirave që Allahu ka dhënë, që ndihmojnë varfër, jetimve, bonjakëve, studentëve, ndihmojnë në përhapjen e diturisë, arsimit, atë dhe dashurisë. Gjitha këto janë prej atyre gjërave që Zoti na i ka mësuar në Kur'anin famlart dhe na thret për ndryshim, dhe unë shpeshherë kam hapur tema diskutimi sigurisht duke u bërë edhe i përsëritshëm, i kam thënë ku është biblioteka jote, ku është libri që te ke lexuar sot, cilën faqe je, ose sa libra ne i lexojmë brenda muajit ose brenda vitit. Ka njerëz që u kalon viti një libër se lexon, ose qoftë edhe 2 faqe të një libri të caktuar. Atëherë presim progres në shoqërinë tonë. La hawla la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Umeti i ikrës, barësia e leximit dhe më të palexueshmit e në shkallë ndërkombëtare. A ka më fatkeqësi më të madhe se kjo? Domethënë, më shpall më të palexueshmit në planetin Tokë. Atëherë ne duhet të bimë mbrapa veti, të ndryshojmë. Leximi, libri dhe lexuesit do të më qenë gjithmonë në konektivitet me njëri tjetrin.